Shqipëria luan përballë Letonisë në Riga. Letoneze kemi humbur topin dhe në hyrje të zonës ka një kontakt dhe jo, ka 11 metrash, e pa besueshme. Por arbitri shumë e thjeshtë i Kaunjeks. Niset godet, Pret! Strakosha! Tia Arber Hoxha. Krosi ti, rrezikshëm dhe në rrjet shënon Shqipëria. 29 zhbllokohet më në fund. Rezultati. Dojnë vendas plegjita dhe është Aslani, Provon të majtën. Kristian Aslani që realizoi, shkoni krosin dhe goditja me kokë tek shtylla e parë. Kros të lartë me kokë Ismaili me strëmujës dhe goditja. Ka hapësirë Aslani, Provon të djathën. Aslani. Si mirë tani Manaj, godet. Zviedris. Kjo kthes mjaft e rrezikshme. Vetë për ta duke që mbyllet